Mirëmbrëma të nderuar shikues, jemi sot në platformat digjitale Okult në kanalin e YouTube-it të Top Channelit. Ne jemi dhe 4 herë në platformat tonë zyrtare Okult, ku mund të na ndiqni dhe aty me shumë emisione gjatë muajit, dhe mos harroni kur të hyni në kanali YouTube-it të Okult t'i bëni dhe subscribe, por para se të fillojmë bisedën me të ftuarin tonë zakonshëm, me një nga ekspertët më të mirë në çështjen e krimeve, zotin Artan Hoxha, do të falenderojmë sponsorat e emisionit tonë, që janë Ujë Spring. Ju e dini tashmë që Ujë Spring buron nga malin e Merçkës, nga burimi i Vrizit, 2482 metro lartësi, 2500 metro. Super ujë i ambalazhuar në një lloj të ri nga forma, kurse nga përmbajtja gjithmonë Ujë Spring të krijon ekuilibër në tru dhe në trup. Mos ju ndani, Ujë Spring, të pish Ujë Spring do të thotë të kesh energji gjatë gjithë ditës. Faleminderit Spring. Gjithashtu falenderojmë Elton Ready, biznesi që monton implantet e gazit në makinat e benzinës, në të gjitha automjetet e benzinës, me garanci 5 vite. Është lider në tregun e montimit të implanteve të gazit dhe me një eksperiencë më shumë se 20 vjeçare, ku ndodhet kur vjen nga Rinasi ose nga Vora për në Fushkruj, sa del ke mbi kalimin drejtim të Shkodrës, 100 metro në krah të majt, lexon aty Elton Ready. Gjithë miqtë e mi dhe të afërmit e mi nuk i ndahen implanteve të gazit me 7 nivele sigurie, me një kosto të ulët në transport 1/3, me naftën dhe me benzinën, dhe e pastër dhe pa asnjë lloj shqetësimi në përdorimin e automjeteve me gaz. Artan, mirëmbrëma dhe mirë se je rikthyer këtu në podcasti Okult. Ka pasur disa ngjarje në emisionet e mëparshme, ne kishim paralajmëruar që disa nga vatrat e nxehta ishin këto vendet që më përpara nuk kanë pasur probleme, si Saranda, Lezhë, Shkodra, edhe rrethinat e Shkodrës. Gjithashtu dhe këtu në Tiranë ka pasur javën e kaluar një vrasje me snajper, vrasjet sa vjen dhe po perfeksionohen, por policia nuk e di apo perfeksionohet që të jetë më fortë se kriminalet më të perfeksionuar për t'i kapur dhe për t'i zbuluar dhe për t'i dënuar. Si e shikon tablon e javës që lan pas? Për fat keq, ne kemi përsëritur si apele, ku janë zonat. Pra si në puna pak në Sarandë u reagua, u bë një reagim nga qeveria mbas podcastit puna e vulkaneve. Po. E parasysh që një pjesë e vulkaneve janë të fjetur, një pjesë janë aktive. Dhe ne përmendëm vulkanet aktive. Pra zonat ku parashikohej të kishte ngjarje, sepse informacioni që po merrni nga terreni po na tregonte që shikon situata shumë e nxehtë dhe nuk shpëton pa përplasje. Kemi dy natyre të krimit. Sidomos ngjarjet që kanë bëjë me krimin e organizuar janë të vështira për të zbuluar, dhe fakti që nuk zbulohen dëshmon pikërisht këtë gjë. Ky projekti që po zbaton qeveria tani, 140 milionë euro, që është një çmenduri për një vend si Shqipëria, dhe ti t'ja japësh ta marrësh si model në një vend diktatorial. Të vesh Smart City, të mbash polici dhe shik, është një budallëk i madh, një në tjetrën. Dhe Smart City vendoset për survejimin e njerëzve, jo të kriminalëve. Me kriminalët e kanë në rregull. Nuk e përdorin për kriminalët ata. Ata marrin retinën e syrit dhe dinë çdo moment ku je, çfarë bën këta kohë. Survejimi i njerëzve. Ne jemi vend evropian, s'kemi nevojë për Smart City. Megjithatë kryeministri për çori dorë lekësh, sepse është një dorë e madhe. Ja, mos e bën për dorë lekësh, po është shërbëtori e elitave botërore, ato ja kërkojnë, nuk shmangen dot. Ajo është pjesa tjetër. Prandaj mbajnë ata ramën, nuk e lëshojnë se ju ka zbatuar agjendën. Shiko, kur ka kaluar projekti i parë në parlament, vlera ka qenë 60 milionë euro. Është kërkuar një shtesë e çon 120. Dhe në fund e kanë çuar 140. Gjoja vjen të arabët, kështu po çifutët janë kudo, ata duan të kontrollojnë popullin shqiptar. Vetëm një deputet
ish deputet, se s'është më deputet, Aslan Dojgjani. Or sfolja e opozitas mazhoranca, or për të pyetur çfarë është ky projekt. Po çat klasin ata, nuk po ku din ata se çan ndodh, po s'lexove, po nuk më bëj se çan ndodh. Minimalisht për vlerën e parave. Ata kanë mendje vetëm për tendera, për biznes. Kjo do të vrisë veshin. Nuk e shikojnë që po bien skllavëri gjithë. Kamera, shiko, të vendosësh kamerën në Shqipëri, Shqipëria e ka të përqendruar lëvizjen e ulësin perëndimore. Sa të nuk vendosin kamerën e Ersek. Kamera do të jenë nga Vlora deri në Shkodër, ku ti bëhet vonë skrapare se për me, si bëhet një vonë aty. Aty sprish, sa njerëz kanë ngel atje, ata sprishin as ndriçin punë. Kështu që edhe ky si model që u mor gjoja për të luftuar krimin organizuar, ja ku i ke. A kanë zbuluar gjë? Saranda është nga qytetet e para në Shqipëri që ka vendosur kamerat me rezolucion të lartë për të identifikuar targat e makinave. Do të ketë 5 vjet. Dhe i kanë në dalje, duke qenë se është një qytet që ka pak dalje, për hyrje dalje, nga qaf gjashta, krau i Ksamilit, krau Lukovës, s'ke ku shkon aty. Po ti s'ke nga ikën në Sarandë. Dhe shkollaj, mirë po çfarë kanë bërë? Ajo që ne kemi shpjeguar herë të tjera që për shkak të vlerës që ka marrë Saranda, vlerës pronës, investimeve që janë bërë atje, është bërë shumë joshte për grupet kriminale që kanë shumë para dhe s'di ku t'i çojnë. Dhe ngjarja e fundit që ka ndodhur atje është më tepër forma dhe mënyra se si ka ndodhur. Është e vërtetë që gjatë 5 vitet të fundit ne në Sarandë kemi patur persona të rrëmbyer dhe të zhdukur, s'dim ku fomët, ku janë. Sot Saranda është qytet gjatë dimrit 20.000 banor ka. Gjatë verës 5 si shohet, po gjatë dimrit, qytet kollajmer, ata e njohin gjithë njëri tjetrin aty. Kemi patur ngjarje me eksploziv me mina telekomanduar. Asnjë nga ato nuk është zbuluar. Dhe kanë vrarë njerëz me qytet. Kemi patur deri vrasje poshtë ujit, po i vendosej mina me celular skafit, por ai që po vendosej minën harroi në momentin që aktivizoi telefonin. Mesazhi i parë erdhi, mirë se erdhët në Greqi. Dhe ai shpërtheu minën. Sa i mendonte që do vinte mesazhi nga Vodafone jo, ne nga Vodafone grek. Kallos ishte te Stinelava, iku në ajër ai. Edhe nuk e gjenim dot çfarë ndodhi, se shkote mend e njeriu që ky kishte shkuar po i vendoste minën, ishte veshur si bulumbar, minën po ja vendoste skafi tjetër. Por thash, na herë ja edhe e bëri e lava një. Kallosi, se kështu është mesazhi i vjen. Kallosi dhe Stinelava, bam, shpërtheu iku. Pra, këto lloj sofistikimesh duken në tepër si teori konspirative. Mi po shqyqyr që kemi provat. Po mos kishin provat dukeshin pa besueshme. Dhe Saranda është qytet shumë i vogël për të patur kaq shumë larmishmëri kriminale. Vërtet është shumë e vogël. Tani, themi te ngjarja e fundit që ajo na solli. Policia në të tilla raste kur vjen siklet merret me të kaluarën e viktimës. Në rastin konkret për fat madh, u ndërhyj shpejt, u çuan janin me 3 plumba, po i ka mbijetuar. Për fat mirë nuk ka humbur jetën dhe ai është në gjendje që të flasë. Sarand, viktima në Sarand. Në Sarand. Çfarë ishte ky person tani me çfarë kaluar? Ja do ta shpjegoj. Pra, ky është një personazh të cilin policia në gjendjen e parë jep informacion dhe fillon të merret me të kaluarën e tij. Thimi Rubati, po përndonte edhe emrin Sander Aleksandar Rubati. Pra, policia. Çfarë moshe ishte ky? 50 vjeç. Policia kur nuk i gjendot ngjarjen, e shfryn ngjarjen duke thënë shiko se ky ka bërë gjithë zezën. Le ti ketë bërë, muaj më tjetër Bin Ladeni. Detyra jote është çfarë ka ndodhur aty, se ti e ke rendin dhe sigurinë, dhe duhet zbulosh autorët. Këto ngjarje, në fakt fjalë se ti je dhe mi vjetër se unë dhe e mba mend, ai sistemi elektoral i zgjidhet me parandalim. Pra me informacion. Po. Dhe informacioni vjen para se ndodh ngjarja, se mbas korrethell thoshin pleqt. Shko bëj matjet, edhe sa gjoja do gjesh në ngjarje. Në rastin konkret, autorët e kanë pritur personin të dali para biznesit vet, në nga rrugët kryesore të Sarandës, pra nga porti, nga stadiumi ku shkon për te porti, i kanë shkuar me një motor me të dy, të ka qenë 2 qica, 2 autor me skafandër, njëri ka bërë qitje nga ta në fakt, ka qelluar 9 herë me një pistolet 9 mm. Besoj në distancë apo nga afër? Jo, ka qenë nga afër, po nuk domethënë kanë nxituar sepse ka menduar ata që mund të goditen. Djali i autorit i këtij Sander Rubatit ose Thimi Rubatit, një ditë përpara ka masakruar një polic të Sarandës. Por kjo nuk ka ngjarja e një ditë më parë. Ka shkrir ndru, e ka rrallë. Tani, ngjarja besoj unë, dhe nga të dhënat që ka. Po ishte arrestuar ai? I biri ju arrestuar. Po. Pra, ngjarja nuk ka lidhje me këtë. Unë besoj që autorët
e kanë ruajtur dhe këtë konflikt dhe janë futur në mes si për të humbur dhe gjurmë. Tani, duke ditur që hyrje dalje nga Saranda janë të kufizuara, janë shumë pak dhe ti mund të identifikohesh çfarë kanë bërë ata. Dhe për shkak të kësaj që është thënë në Sarandë shtrënguar çik siguria për hyrje dalje, çka kanë bërë ata këtë radhë? Që të shpëtojnë kamerave dhe trafikut që ka Saranda, janë larguar në drejtim të varrezave të Sarandës, është ai resorti Muçobega dhe në drejtim të Teqesë Babare Xhepi. Teqesë Babare Xhepi është në anë poshtë Teqes, kanë lënë motorin, kanë hipur në një gomone dhe janë zhdukur. Sigurisht që në atë krah nuk ka kamera. Po motori u gjet. U gjet mas 2 ditësh. Por kush ishte motor? Nuk e kanë identifikuar dot. Fakti që ata kanë ikur me e ke kollaj sot se bledhe online motor. Ata i ndrojnë targat, i ndrojnë shasit, pra, sepse këto janë ngjarje që po të shikosh Fredi shiko ç'a bëj. Ka disa grupe në Shqipëri që të ofrojnë logjistikën. Domethënë, ata grabisin makinën në Lezhë, i ndrojnë ose i fshin shasin në Shijak, edhe mbajnë makinën në garazh. Ty të duhet për një ngjarje në Vlorë. Në porosit mua dhe më thoi, ore, më duhet një makinë aty. Më duhet dhe një armë, ky lloj armë, specifikisht. Dhe ai thot, po, kam një Range Rover, kam një Fiat, kam një motor, varet çka kërkon ti. Për shembull, ngjarjet në Fier kanë një gjë shumë veçantë. Do të më përdor si batuta ato, po ai është realitet. Ata në Fier përdorin Range Rover. Po tani vetëm ta lësh Range Rover në ngjarje sa para kushton. Sepse një atentat varet nga kosto, ka një kosto. Pra ka i koste të logjistikës të përdorësh, të mjeteve të përdorësh, të armës që të përdorësh, të vrasit, sa i kualifikuar është ai, se ai ka kosto. Pra, kur ti djeg Range Roverin, ti s'ke pyet më se sa kushton, ti ke vetëm një objektiv, do të heqësh nga qarkullimi kundërshtarin tënd. Tani, ngjarja e Sarandës tipike në këtë ngjarje. Pra, këtë lloj ngjarje në Sarandë ne kishim parë, thashë, edhe shpërthim brenda në ujë, po këtë lloj ikje me gomone nga deti se kishim parë. Ishte hera e parë që bëhet. Dhe kjo bëhet për mos të ngjurmë mbrapa. Tani, pse policia u mor me sa kilometra mund të ecësh me karburantin në një motori ujë kështu afërsisht anë apo se keten? Jo, nuk ka ikë me motor ujë. Me çfarë ka ikë? Ka ikë me gomona. Ai mund të ketë, shiko, dyshimi kryesor është që vrasit kanë ardhur nga jashtë. Grupet tona kanë bërë, për shembull, ngjarja që u bën në ishullin mos gaboj, është ishull Paksos, poshtë Korfuzit. Po gomonja nuk është gjetur, a? Jo. Ngjarja që ndodhi në Paksos para 2 vitesh. Pra, viktima, ai si John Wick nuk vdes, është një Tiku Kalemi, mund të kemë bërë 7 herë atentate. Pra, ai kishte shkuar në ishull të vogël me idenë që me familjen që s'do ta gjenin. Autorët erdhën me skaf nga Italia në Greqi, bën qitjen dhe ikën. Grekët e morën për ta shpëtuar, sepse mos gaboj që marr 6 plumba. Ditë e parë u dha lajmi që është shumë keq, mund të ndrojë jetë. Ai e mori veten, grekët e arrestuan. Mbasi mori veten, arrestuan dhe çon në burgun e Korridalos. Në burgun e Korridalos, kur po bëi gati të dilte, i shkon një person tjetër atje dhe e plagosën me thik brenda në burg. Pra është një njerëz që ata po i gjurmonin atë 4 anë. Si quhet ky? Adrati Kalemi. Është emri, se ka ndryshuar pas emrit, po Adrati Kalemi. Nga Memalia. Kto janë, ky është, si themu, si pepshiu ngjarjeve që ndodhin me Memalia i vitet fund. Memalia është shumë i vogël, por ka shumë krime. Sa ndodhin atentate me 3 të vrarë. Çdo 3 të vrarë në qytet, edhe meset të vrarë ishte kamarieri, djali i ri, ishte një që pinte kafe. Pra kush ka ngelur atë? Dhe objektivi që kishin autorët. Dhe aty nuk u morën vesh nga erdhën. Pra erdhi ka lidhje ky Kalemaj me këtë vrasje? Ndodhi ngjarje me këtë të Sarandës, ai ka lidhje me ngjarje të tjera në Sarandë. Po. Por nuk besoj me këtë. Ende nuk kemi lidhje, domthonë deri tani nuk kemi informacion që ky person të ketë lidhje me ngjarjet e Sarandës. Por me akuzat që ka ky në të kaluarën, se ky ka akuza për trafikim të miturish, për prodhim të miturish, për shfrytëzim të miturish, pastaj për kontrabandë, pastaj për trafik mjetesh. Por kjo i lidh, sepse edhe ata janë marrë me trafik prostitucioni në fillimet e tyre. Pastaj hyri kokaina dhe solli paranë e madhe. Sot nuk u dridhet dora, nuk pyesin më për shpenzime. Tani, në fakt, kjo dëshmon që si ngjarje që nuk mund ta hetoj dot vetë policia e Sarandës, nuk i ka mjetet policia e Sarandës,
të merret me ngjarje të tilla. Prandaj duhet shkoj nga Tirana drejt e përgjithshme me një grup special që të merret me këtë të marrë çdo kamer të mundshme dhe pastaj të filloj të punoj me informacion. Sepse to janë ngjarje që bëhen me informacion, zbulohen me informacion. Nëse ti nuk ke informacion, mos prit të zbulosh ta gjesh atë, të ke ndaluar me një lokal aty edhe po them kotu, të ke ndaluar të ujë ftohtë te Pelen edhe pa kos dele. Ata kanë ardhur aty, mbaran punë dhe ikën. Pra, forma si është realizuar atentati të çon tek dyshimi që ata që kanë kryer këtë punë janë grupet e fuqishme të qytetit që kanë zbarkuar atje dhe po e mbajnë në trysni Sarandët. Prandaj se policia grupet jashtë Sarandës. Jashtë Sarandës. Grupet e policia e qytetit, në fakt, është polici urbane. Është për rendin dhe sigurinë. Nuk ka mundësi të gjurmojë. Që ndonjë nga këta që ka dashur të rezistojë këtyre grupeve jashtë Sarandës dhe ka pasur konflikte dhe këta duan të eliminojnë këto pikat e forta të rezistencës në Sarandë. I plotson dhe këto kritere. Për të nënshtruar I plotson dhe këto kritere, por ende jemi ende shpejt sepse përfshirja e këtij në shumë ngjarje të mëparshme e bën pak të vështirë identifikimin. Dhe ata që kanë kryer atentatin janë treguar kaq diabolik sa kanë shfrytzuar që ai të ketë një konflikt tjetër dhe ata kanë hyrë në mes si pyk dhe objektivi shkon një det gabuar se kush mund ta ketë vënë. Pikërisht kjo. Prandaj e mora decizion. Kur janë familjarët e policit të goditur. Pikërisht. Dhe çfarë ndodh tjetra? Ngjarja tjetër, sepse pse po i lidhon ngjarje dhe pse thash që ne bëm apel që këto të mos ndodhin. Viktima është jashtë rrezikut për jetë. Është jashtë spitalin e Aninës, akoma. Është jashtë rrezikut për jetë. Ai ka patur me autorët, se ka qenë shumë afër, nuk e di ka pas komunikim se ai nuk ka pranuar të flas, por besoj që ai ka ide se nga i ka ardhur. Duhet s'ka rrugë tjetër vetë të bashkëpunë. Ngjarja tjetër që të rroqë vëmendje, sepse thash ndodhen brenda një harku kohor dhe ndodhen në fundjavë. Nga emisioni i fundit që kemi bërë ne, shikoj sa intensiteti ka patur. Ndërsa kryeministri merret me planet globale, Mileti merret me protestën në shesh, Shqipëria reale është kjo që ndodhte. Ngjarja tjetër shumë krimi ka punën e vet. Ngjarja tjetër zbuluar rastësisht në fakt në vallën e Dejës, Euglen Buraku, në 38 vjeç, nga Durrësi, ka qenë duke lëvizur me makinë në fshatin Stajk. Ka bërë shumë përshtypje që ç'nej, sepse thashë nuk është pjesë e zonës turistike. Është lajmëruar policia dhe gjatë kontrollit ti është gjetur një minë e telekomanduar. Ai në fillim ka thënë që mina nuk është e imja, ma ka lënë një shoku im, e ka dhënë emrin e shokut, që shpallur kërkimi Eduard Përgjoka. Eduard Përgjoka është nga Rubiku dhe ky pastaj e lidh ngjarjen me hall. Dhe gjatë kontrollit në banesën e tij, ku janë gjetur shumë celular, detonator, lëndë narkotike, mbi të gjitha në celular në shtëpi e kujt? Përgjokës, Eduard Përgjokës, po. E këtij që presupozohet që ky e ka lënë minën ose ky do e vendoste minën. Është gjetur dhe një foto e një personazhi shumë të njohur, Prank Gjini. Prank Gjini është një personazh që bërë disa herë atentate për ta vrarë, por mes tyre më i bujshëm është atentati i 15 shtatorit të vitit 2020. Është bërë në Masdite, në urën e i Fantominit, i stacionit fundit të Tiranës. Fati madh, se ai që e komandonte minën, kam nxjerr videon atëherë, ai e shifte në sy të lirë makinën. Ai mund ta shpërthente kur të donte. Por ai ka shpërthyer pa dal makina nga krahu i stacionit fundit të Tiranës, aty ishte plot me njerëz dhe makina ka dal nga Nësheraku, domethënë, dhe ka hyrë në urë. Në urë rrezja e personave që mund të ishin më vogël, aty plagosin italian, plagosin fëmijë. Ka qenë minë e fuqishme, C4, e vendosur në krahun e pasagjerit. Sepse Prank Gjini nuk lëvizte me kjo, nuk ishte makina e Prank Gjini, ishte makina e kushëririt të tij. Dhe ata e kanë ditur që ai linte makinën e vet dhe hipte makinën e kushëririt. Dhe minën e ka vendosur në krahun e pasagjerit me idenë që në timon do jetë kushëri. Kushëri merret me shpërndarje librash. Ka lidhje me botën e krimit. Por duke qenë i tillë, ai nuk është i kujdesshëm, se ai nuk e ka frikën. Dhe sepse mina ishte vendosur brenda një kohe shumë të shkurtër. Dhe fati ishte që kushëriri nuk qëlloi në makinë, makina ishte e vogël, dhe e dyta, Prank Gjini nuk ishte te sedili i pasagjerit. Kjo i dha mundësinë atij që të mbijetonte atentatin, edhe pse mori dëmtime shumë të rënda, i mbijetonte. Në pamjet që kanë publikuar atëherë, kam nxjerr personin, ka qenë djalë i gjatë me çantë shpine,
Këto gjëra që shifte, edhe masi i kishte shpërthyer u afrua për ta parë, a kishte ndruar jeta apo jo? Pra, llogaritë dhe ta shpërthesh minën mes qytetit, ajo atëherë pati më tepër efekt. U gjend ky person? Jo. Atëherë ajo pati efekt, se edhe ka qenë Prengjini çfarë ky kush është? Do ta shpjegoj. Ka qenë koha e Skyt, ka qenë qarkullim Sky në atë kohë që ndodha atentat. Dhe autori, pra që e realizoi atë, dhe efekti që pati ishte më tepër efekt duke si akt terrorist në mes qytetit. Fiks ngjarje që bën Hamasi. Pra, shpërthimi i minës, sepse thash ishte sasi e madhe e C4-s dhe fakti që ndodhi mbi ur pati jehon shumë të madhe. Edhe si efekti i shpërthimit. Tani, autori kësaj ngjarje nuk u shkapur. I dyshuar për atë ngjarje Spaku nxori një urdhër të kërkimi për shkak të disa mesazhe gjeti në Sky dhe në Dubai u arrestua Nipi Kastriot Reçi, ai që vra me sniper në Borrell, në Rëshen. Pronarja e televizionit në Lezhë, që pas shku bëhet rrotullim për të hyrë në Lezhë. Ai ka qenë pronarja e atij televizionit. Nipi e vrave njëri me paruke. S'është gjetur, edhe ai është shumë interesante ajo gjë, nuk është gjetur. Pra, Edison Reçi, që është nipi i Kastriot Reçit, me urdhër Spakut u arrestuan në Dubai, por Emiratet e mbajtën 6 ditë dhe liruan. 60 ditë, se ka që kanë rregull ata dhe liruan, nuk e sollën në Shqipëri. Tani, çfarë përfaqëson personi që ne u morëm tek ngjarja dhe pse e përfshin të ngjarje, por Prengjini. Është personazh që kam takuar disa herë. Është një konflikt i madh që ka nisur në Rëshen, shumë i përgjakshëm, që ka patur atentate freti në Rom, në Bruksel, në Rëshen, në Tiranë. Imagjino ku shtrirë. Dhe çfarë? Pra ka nisur për shkak të problemeve për trafikun e heroinës dhe pastaj ka kaluar në gjakmarrje. Është mishela më e keqe e mundshme. Se mos mundohet në zona siç është zona e Mirtitës, se pastaj nuk ndalon më. Nis tash për mos korreksi ose mos pak. Në rastin konkret, 60 kg heroin janë shitur. Personi që e bleu, pra që dha lekët, shkoi më mbrapa u garbiti dhe lekët. Pra u mori heroinën, u grabiti dhe parat. Tu nisi. Kjo ngjarje ka ndodhur diku mos gaboj në 2017 në Rom. Dhe personi ishin nga Rësheni dy palët. Personi i parë po sigurisht, ortakët me këtë punonin ata. Pra, këtu ka nisur zanafilla e ngjarjes si kundërmas për shkak të kësaj që ndodhi. Është vrarë Agustin, është vrarë Gaspar Reçi, 28 prill 2017, është bërë atentat në Rom për këtë gjë. Mbasi në 7 janar është vrarë me atentat me sniper, të shikon mitet që përdoren. Pra me sniper, nga një distancë prej pak në 170 metrash, Kastriot Reçi, i cili ishte me shoqërus ndërkohë. Dhe takoi po e mend pamjen, një grua që kishte fëmijë përdore. Qici ishte kaq i saktë sa shmangu kamerat gjetën pas një me kaçurela që me paruke që kishte. Ai kishte qenë dhe me fustan. Edhe me fustan po. Edhe me fustan. Si grua. Kështu që ngjarja tjetër, pra në shenjë hakmarrje që bë, është vrarë drejtori i OSHA-s, Armando Gjini, dhe Sajmir Jaku, në 9 shtator të 2016-s, ishte drejtori i OSHA-s për Veriu, por është vrarë në Rëshen. Pjesë e kësaj, pra ky Jaku kishte të bënte me fisin Gjini, sepse gjatë konfliktit, to janë futur në konflikt dhe me fiset e. Sot janë 4 fiset të mëdha që janë në këtë konflikt. Por të 4, pra 3 fise kanë vetëm me njëri, vetëm me Reçin. Tani, në bazë ngjarjes së 15 shtatorit Prengjini shpëtoi. Dhe si duket, ai u largua nga Shqipëria, është kthyer por i shumë i kujdesshëm kur vjen në Tiranë. Në rastin konkret, ata e kanë marrë informacionin që ishte kthyer, se sapo ishte kthyer. Dhe janë vënë me njëherë në lëvizje. Dhe fakti që kanë gjetur minën në kohë rekord, pra e kanë pasur dhe kanë filluar të ndjekin lëvizjet ku ai rri, pra kanë tentuar të përgjigjen të njëjtën gjë. Ajo që ka bërë policia po rindën Baudes. Në rastin në një nga ato fshatrat e zonës. Fakti që ata kanë policia këtë radhë reagoi shpejt, në fakt e parandaloi shpërthimin e minës. Po. Është
ligje për të përmendur, siç the për rastin e Sarandës që mbas apelit që bëm ne ata bën reagim atje. Po bën edhe i forcuan shumë masat. Bën reagim atje. Tani ngjarja tjetër, pra, ngjarja edhe atentati i këtë radhi pa realizuar ndaj Prank Gjinit, dëshmon se në çfarë niveli ka shkuar konflikti atje dhe sa i rrezikshëm është bërë. Ngjarjet të paktën deri tani në këtë konflikt janë, mos gaboj, diku tek 6 vrarë. Dhe premisat janë që kjo histori të mos mbyllet për sa kohë që njerëzit kryesor janë aktiv. Janë si punë e vulkanit, janë aktiv, si jetno. Pra, edhe nga një rapal, edhe nga krau tjetër, edhe fuqia që kanë ata financiare, edhe numerikisht meshkujt e fisit janë në numër të madh, por dhe aleancat apo miqësitë që ata kanë janë të mëdha. Dhe kjo e bën aty që të mos ketë shpresë për një situatë të shpejtë që mund të zgjidhet. Ngjarja e tjetër, pra, shikoni, kalojmë nga mina, nga vrasja me skaf atje dhe largimi me skaf, tek ngjarja me minët e komanduar në Vallën e Dejes, dhe kemi vrasjen tjetër në Tiranë, që edhe kjo ishte vrasja e Plumbë Sulës, që edhe ky ishte një personazh i njohur. U vrate dera e shtëpisë, kjo është në fshatin Bërxull, por sidomos në zonën e Vorës, ky ishte goxhaj i njohur. Edmond Ali Sula, se ka shumë me këtë temë, që të mos çfarë kaluar kishte? Në fakt, aktiviteti kryesor që kishte ky merrej me këto shitjet e pronave, është zona që shiten shumë. Po. Dhe u rrit metër katrorës në afër Tiranës, por ky nuk ka patur grup të vetin, nuk rezulton të ketë patur grup të vetin, por është një njeri i proceduar shumë herë nga policia, dhe thash policia kur nuk e zbulon dot ngjarjen, pastaj shkon tek procedimi. Sa herë merret me të kaluarën e viktimës. Ky ka patur njohje me shumë nga personazhet e botës krimit në kryeqytet apo dhe në zonën e Vorës. Por nuk ka patur grup të vetin. Asnjëherë. Në rastin konkret, atentati, pra autorët kanë pritur dhe kanë vrarë tek dera e shtëpisë, pa hyrë tek porta e jashtë, nuk pa hyrë në borë. Me sa duket duhet ketë një farë ndriçimi se të godashesh me sniper, nuk është dëgjuar asnjë zhurmë, asnjë shtën. Godashesh me sniper në natën, nuk është film aty që ne shohim filma dhe e bëjnë ata, po aty e bën regjia. Ta realizosh në terren, që ke vështirë atë lloj. Fakti që ata e kanë bërë natën, dhe nuk kanë lënë gjurmë, me një tek të shtënë e kanë goditur. Dhe fakti që e kanë bërë mund të derë shtëpisë, ka qenë dhe natë. Pikërisht pra, është bërë natën, është bërë me silenciator, pra, është bërë sniper, arma sniper me silenciator. Ka sniper që shikon dhe natë, me dylbi. Optikat janë të ka dhe dylbi për natën, ka dhe optik që ka sniperi për natën. Pra, gjithë ideja është se sniperi mund ta japësh motin, si ta përdor. Problemi është nëse ti ai po marrim një mikun ton përbashkët, dritan Goxhën për shembull, që ka qenë luftë, dritani i tij ta përdori. Po s'ka qenë luftë, është stërvitur për atë lloj armë dhe di. Në rastin konkret, vrasja e këtij dhe fakti që nuk është zbuluar sot, pra, po ti shikosh to ngjarje që futet krimi organizuar, janë shumë të vështira për të zbuluar dhe nuk zbulohen. Dhe ne marrim vesh se saktësisht çfarë ndodhi në ngjarjen e parë, kur ndodh ngjarja e dytë. Pra ato janë si gur kilometrik. Ti ndjek në kohën e diktaturës gurët kilometrik mbaj mend do lyeshin me gërqere të bardhë, ai nuk vendoset tabela, po. I gurë lënë me gërqere, që dukej natën. Pra, edhe këta Bilistan nuk i lënë me gërqere, por këta i bëjnë fosforescent, që ti shohësh dhe fort. Që të ketë ndikim shumë të madh. Tani, në vetvete, situata në vend, ne nuk është se kemi përplasje të grupeve të mëdha, është në kontroll. Kam bërë një detant ata me njëri tjetër. Po, është në kontroll. Shteti nuk po përfshihet aty, po them kanë bërë një marrëveshje, një deal. Ata vazhdojnë punën e tyre poshtë, ata vazhdojnë lart. Këto ngjarjet e tjera, prandaj po ndodhin në zona, tash që nuk përfshin grupet e ngjarja e Elbasanit që ishte e fundit, që u fut në lokale edhe plagosi gjithë ata të rinj, nga 4 të rinj atje. Pra, më shumë dukej si ngjarje e dëshpëruar se sa ngjarje këto të nivelit të krimit organizuar. Dhe pse duhet të jetë kujdes, pse ne vazhdojmë me këmbgulin që nuk duhet lejuar një zonë turistike si Saranda. Shiko, gjatë javës ndodhen që rrafën turistët, po turistët turq në Golem. Nuk e di e ke parë. Jo. Po ta thanë na prishën atë, po na ngacmonin klientët, dhe shkonin rrafën turistët që kishin në hotel. I paraimuran 2-3 herë, ata nuk vepronin, shkonin me këtë zgjedhje.
Po pse po këngul thashë jetë pjesa e Sarandës, sepse Saranda ka qenë vërtet qytet shumë i qetë dhe ardhja e këtyre kafshët e egra, Po, që nuk të falin kur hyn në territor, nuk pyesin, do ta zgjesojnë çdo gjë që është aty. po. Dhe ndërkohë ti lejon që në një zonë kaq të vogël të mos përdorësh dhe mos punosh me punë operative, pra mos ishte paranalimi. Ore minimalisht çohet një skuadër nga Tirana dhe i bëhet qartë aty atje. Tani jemi ne. Se në Shqipëri nuk ka grupe kartele siç janë në Amerikën Latine, që ata kanë një ushtri. S'ka në Shqipëri. Ktu po ju lëshuar reparti special, nuk reziston njeri. Ikën. Nuk e përballon dot njeri. Nuk po them të çosh komandot e ushtrisë, siç nxjerrja në Ekuador ose në Salvador. Pra, ju të nxjerrësh komandot e ushtrisë. Unë po them FNSH dhe Renea. Ka një rast specifik Fredi shumë interesant, e kam dikur atëherë edhe në Norvegji. Sepse i kam njohur këto personazhe në Sarandë. Merreshin me gujda turistike. Me Saranda atë botën në New York e ka shumë interesante dhe këta kishin organizuar një agjenci aty që merr me shërbime polumbarësh. Ti pagoje lekët dhe ata të çonin të shikoje poshtë Sarandës, janë ca njet mbytura, ka ca gjëra artefakte aty poshtë, interesante, domethënë nga këto. Dhe paprit apo ata ishin specializuar në ushtri. Pra kishin qenë polumbar të forcave tona ushtarake. Kishin qenë misione ndërkombëtare, pra ishin polumbar profesionistë. Papritmazi nuk ishin polumbarët, ikën. Humbën ca kohë. Ku janë ndjem krisma? Unë kisha dëgjuar që ata shkonin dhe bënin marrjen e kokainës në portin e Anversës dhe të Rotterdamit. Pra, kokaina vendoset me magnet në pjesën e poshtme të anijes dhe të duhen polumbar për ta marrë. Dhe këta shkonin nga Shqipëria aty, edhe për të mos u zbuluar. Ata ishin mjeshtra të zhytjes, merrnin kokainën, e ngjisnin sipër, merrnin pagesën, vitin prapë të merresh me turistët. Në rastin e fundit ku dolën dhe ti? Në një nga portet në veri të Norvegjisë. Po pse u zbuluan? Sepse në detin në veri të Norvegjisë shumë i ftohtë. Dhe ata nuk mund të përdorin të njëjtat pajisje që përdorin në Shqipëri apo që kishin përdorur në Hollandë dhe Belgjik. Dhe çfarë bën? Kishin shkuar në një dyqan atje, ku shiteshin pajisje për zhytësit dhe për gjuetarët e nënujt. Dhe kishin marrë pajisjet fikse që duheshin këtyre. Dhe aty ishin regjistruar. Shkuan në anija kishte ardhur nga Brazili, ishin futur ujakullën, ishin futur poshtë anijes, kishin marrë 200 kg kokainë dhe kishin nxjerrë sipër. Pra, polumbar nga Saranda, që shkuar atje. Se duke sikur ne nuk kemi kështu edhe këto duken si skena Netflix. Profesionist. Jo, nuk duken si Netflix, po ata janë profesionistë për atë punë. Se nuk është se s'ka polumbar në Norvegji. Po nuk ta merr njëri përsipër atë. Kurse ata e morën përsipër, plus që ato lloja anijes janë edhe çik të mëdha, e kanë zhytja, është goxha e thellë, dhe ti do të futesh thellë. Dhe plus që thash uji shumë i ftohtë. Dhe ata e morën përsipër dhe e morën ngarkesën, e hipën makinë, e çuan në destinacion. Pastaj kur ishin relaksuar dhe po dilin në qytet, megjithëse në Norvegji punohet me parandalim, jo si tek ne. Ata kishin kontrolluar dhe kishin gjetur në dyqanin ku kishin bler pajisjet. Dhe nëpërmjet dyqanit bën identifikimin. Bashkë me zhytësit ishte edhe një femër, zhytëse femër. Sigurisht Norvegjia i ka dënimet e ulta, dënimi më i madh në Norvegji, pra është në 16 vjet, të vrasësh mbretësh mbretëri atje, është 21 vjet. Ai personazhi i famshëm që bëri masakrën në Norvegji, që vrau 98 veta, nuk ka dënim atje. Ndodhi problem se dënimi më i rëndë është 21 vjet. Pra praktikisht ai do dali shumë shpejt se ishte më shëre, do dalë në bugë. Por, përse e tregova ti sot, për treguar që si ka mundësi të një qytet si Saranda, kaq i vogël, të krijohet gjithë kjo bazë logjistike dhe burimesh njerëzore në shërbim të krimit organizuar. Dhe me qëllim për të marrë jetën e njerëzve. Ora ata janë nisur për të marrë me turistët. Si përfundon në vendosje mine apo në marrje kokaine në veri të Europës. Policia jonë dhe prokuroria dhe spaku sa më tepër ka një problem, pse mos agjensitë tona të gjurmimit. Ne kemi problem me informatorët. Kur ka ardhur mbajmend ministri Sami Tahiri, ka gjetur në listë vetëm 46 informatorë me pagesë. Pra ne kishim shkatruar. Ministrin e Brendshëm. Po, ne kishim shkatruar të gjithë rrjetin informator. Pra nëse ti nuk punon me informatorët, si do t'i paranalosh ngjarjen? E para, e dyta. Ne bëjmë lëvizje shumë të shpejta të titullarëve të policisë ose të oficerëve të policisë kriminale, sa ata punojnë me informatorë. Gjë që do të thotë
që një oficer policie sa krijon një bërtham ti e ndron. Jo vetëm ata, po duke qenë shumë oficer të krimeve, edhe dekonspirohen ata. Jo, ç'a ndodh Fredi? Një oficer kur lëviz nga detyra nuk ta lë ty informatorin e vet. Nuk është më si në kohën e sigurimit, që dosja ishte aty, ti ikje, vite tjetri, ti vazhdoj dosjen. Jo. Pse? Sepse dekonspirohen. Madje unë kam parë raste, kanë ardhur për denoncime informatorë të policisë, të rregull, të cilët kishin shkuar për të marrë atë shpërblimin, se kanë shpërblim ata në bazë të rëndësisë që ka informacioni. Dhe pjesë më të madhe e shpërblimit ja merrin policët. Smerta shpërblimin shpërblimi se merr dhama. Dhe kjo është një problematikë shumë e madhe. Pra, që të arrish të futesh në brendësi të këtyre lloj grupeve kriminale, duhet të kesh informacion. Dhe që të kesh informacion do të bësh një punë sistematike, ti ish i besueshëm, ti japësh garanci, dhe të përdorësh metoda. Ne në Shqipëri përdorëm për disa vite, sidomos kur ishte prokuria për krimet e rënda, infiltrimet. Pra, futun punojnë policia brenda radhëve të grupeve. Dhe urojt sekreti, në një pjesë të mirë urojt. Aktualisht, është shumë e vështirë. Aktualisht, policia hyn vetëm për të bëllë një porosi, po i ke parë kohët e fundit, janë kapur shumë armë dhe municione të ardhura nga Kosova. Ato të gjitha kanë qenë operacione operacione paranalimi, pra operacione me infiltrim. Është futur një oficer policie, ka gjetur kush e bën grupin, kush e bën trafikun, ka hyrë dhe ka dhënë porosi. Dua 6 pistoleta, dua 10 kg eksploziv, dua kaq detonator. Sa kanë ardhur ato nga Kosova janë arrestuar. Kështu janë arrestuar. Pra, kjo është bërë me infiltrim. Pjesa tjetër për të hyrë dhe për të panaluar këto lloj vrasjes së këtij niveli që përmenda, këto lloj atentatësh është shumë larg dhe prandaj ngjarjet e këtij niveli ngelen pa zbuluar. Dhe zbulohet vetëm burri vrau gruan, gruaja vrau burrin. Ku do vej ai? Do vej aty, s'ka ku shkon. Dhe që ti të kesh sukses në këtë lloj, duhet të kesh një qasje tjetër dhe një strategji tjetër për ta luftuar krimin organizuar. Forma që po përdor Spaku, duke shfrytzuar vetëm të dhënat e Skype, që është një kohë shumë e shkurtër, pra korrik 2019, mars 2021, është ajo jep një grafi të situatës, por është shumë e shkurtër. Nga aty dhe mbrapa çfarë ka ndodhur, si kanë lëvizur aleancët, cilat janë lidhjet me agjencitë e zbatimit të ligjit. Se gjithë problemi është lidhjet me agjencitë, për shembull, po ta vash re në ngjarjet e Sarandës, gjithmonë ka policë brenda. Sidomos kur kapen për tani që është sezoni i verës, për shpërndarje të narkotikëve, dhe për këto lokalet e natës kapen oficer policie. Se shpërndarjen e marrin ata, e kanë të ndarë, siç i kanë zonat e ndara, e marrin ata përsipër. Dhe problemi është ku është policia e Sarandës. Është zonë e vogël, është emërimi. Çdo grup mundohet që të ketë njerëzit e vet atje. Dhe përveç se ka informacion prej tyre, i përdor dhe për të bërë shpërndarjen. Gjithsesi, meqense jemi në fund të emisionit, jemi në kulmin e sezonit veror, 2 janë muajt më të vështirë të vitit në Shqipëri, kur rritet kriminaliteti, janë gushti dhe dhjetori për shkak të festave fundit. Kështu që me këtë rast një apel dhe kujdes agjencive të zbatimit të ligjit, ato kalojnë një gjendje gatishmërie tani, por dhe personazheve që vinë nga bota e krimit, sepse ata janë njerëz duan pushojnë me familjet me to dhe humbin vigjilencën. Prandaj bëhen më kollaj target. Tash preng gjini sa kishar në jashtë, morën vesh ato. E kanë informatorin, pra, atë që duhet ta bëj policia. Ç'a moshe ka ky? Preng gjini tani është 56 vjeç. Po këta Reçit Edison Reçi, që është nipi i Kastriot Reçi, do të jetë mos gaboj diku tek 40 vjeç. Ka janë 2 aktorët kryesor. Pastaj pjesa tjetër është guri kilometrik i radhës. Po. Mirë, Artan mendoj ta mbyllim nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe miropafshim.